Në përvjetorin e parë të ndarjes nga jeta të shkrimtarit të madh Ismail Kadare, figura të njohura të jetës publike, kulturore dhe akademike u mblodhën për ta nderuar në një ceremoni përkujtimore në Tiranë. Bashkëshortja e tij, Helena Kadare, në fjalën e saj u shpreh se shkrimtari luftoi dhe mbijetoi ashtu sikurse vendi i tij Shqipëria. Sërish, kur bëhet fjalë për figurën e Ismail Kadares, unë jam e ndjeshme ndaj tonit elitar të folësve dhe vlerësimin që i bën atij veprës së tij letrare. Ismail Kadare është një shkrimtar shqiptar që e ngriti metaforën e tij letrare në nivelin e frymarrjes kombëtare. Kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali tha se Kadare nuk ka nevojë për lavdërime, pasi ai vet ishte dhe mbetet lavdia. Edhe pse Kadare i është rikthyer tokës si rrënja më e çmuar e identitetit shqiptar, ai i përket qiellit më të epërm të vlerave njerëzore universale. Në 20 përbashkët u sollën edhe kujtime dhe vlerësime nga figura të tjera publike. Skënder Gjinushi e cilësoi humbjen fizike të Kadares si një nga më të mëdhat për letërsinë tonë. Bujar Hudhri, botues dhe mik i afërt, solli një kujtim të ngrohtë nga përditshmëria me Kadaren. Ne do të jemi gjithnjë mirënjohës për gjithçka ai la si trashëgimi i popullit shqiptar me kremtërinë e tij. Në këtë rrugëtim të gjatë, para fatin lumtur të shihja nga afër mbretërinë e krijimit pranë një gjeniu si Kadare. Vepra e tij përçoi elemente të qartë disidence ndaj vizionit të regjimit për botën për të shkuar në të ardhmen. Ismail Kadare u nda nga jeta në korrik të 2024-s, në moshën 88 vjeçare.